Mos funksionimi siç duhet i kanalit kullues ansor të rrugës nacionale Qafë-Buall-Klos ka bërë që ujë të vërshojnë mbi banesën e shtetasit Nerim Fiku në fshatin Klos-Katun të bashkisë Klos. Si pasojë e grumbullimit të ujit të madh gjatë ditëve me shi, ai ka përfunduar mbi banesën e shtetasit Nerim Fiku. Ky i fundit thotë se askush nuk është interesuar për dëmet që shkakton uji që mblidhet nga rruga nacionale. Sipas tij, faji është i kanaleve kulluese ansore që nuk e përballojnë ujin e shiut. Nerimi shprehet se nuk mund ta përballojë nëse i dëmtohet banesa, pasi edhe një herë i është ndjekur dhe nuk ka marrë asnjë dëshpërblim nga institucionet shtetërore. Ai kërkon që firma mirëmbajtëse të mbajë funksionale kanalet kulluese në mënyrë që uji i shirave të mos i shkojë tek banesa. Këtu kam shtëpinë time të vjetër ku kam pas banuar, ka për 7 vite që jetë në Tiranë, kam marrë të investoj të ta rregulloj, mos duket si shtëpi praktikisht, pavarësisht se ma djegë një komplet shtëpinë, edhe shteti nuk më ka dhënë asnjë lloj përgjigje se kush e ka djegë qysh e tek. Unë prap mendin e kam këtu ke shtëpia ime, rregullisht e rregulloj baçën, emët, gjanat, çdo gjë. Më ka të bëj shumë dëmtime faktikisht, po mund ta gjesh zgjidhje mas i viti, tu është bërë nami. Ma mirë ju ka fut me forcat e mia, çfarë të bëj? Edhe pse sipas Fikut dëmi është shkaktuar nga kompania mirëmbajtëse e rrugës, ai po e ndërton murin me shpenzimet e tij.